Shqiptarë prej Kosovë, Naim Abazi. Nuk është herë sotme pritja. Shqiptoni përshtypjet e mia janë shumë të mira, jo vetëm për fshatin e Odrit, por për gjithë viset ku janë banuar me shqiptar. Vetëm se këtë region e karakterizon një karakteristikë që sigurisht boron thellë që nga kohën aty lirë ndoshta, një mikpritje dhe një respekt i veçantë që bëjnë ndaj nesh edhe ndaj këngës bukur shqipe. Përndryshe e përgëzoj fshatin Odri për themelimin e shoqërisë drita, në mënyrë që me shpresë që në të ardhmen të dalin edhe sa më shumë talent të tjerë, të cilët do t'japin kontributin në njëjtësimin e vlerave të mirë fillta kulturore e burimore shqipe. Ju keni qenë për koncerte, të them edhe në botën e jashtme edhe këtu. Mirë po, do të them se sonte ka qenë me vërte ka qenë diçka fantastike. Keni diçka të thoni? Ka qenë atmosferë madhështore, ndoshta ngjashme edhe me shumë profesionale më duket disi më e zjarrt, ndoshta arsyeja qëndron se kur je më afër zemrës je më i fortë. Ndoshta është edhe shkaku se ne këtu në radhë herë ndeshim me këto koncerte me këngë folklorike shqiptare. Po unë besoj se në të ardhmen me themelimin e shoqërisë drita, me ndihmën e këngëtarit tuaj e tonit të mirënjohur Mahmud Feratit edhe shumë këngëtarëve tjerë që janë të kësaj rrethine, do dëgjohet më tepër kënga e bukur shqipe, normalisht me shpresë se do të progredojë në drejtim të... Ne ju falenderojmë nga zemra dhe mirë se na vini herave tjera kur doni dërjetën të hapura. Ju falenderoj edhe unë.